Përshëndetje. Poštovani, бидејќи по големи одел на настанот ќе се одвива на албански јазик, ве молам, кој има потреба да се услужи со слушалки. Dear, since most of the event will take place in Albanian language, anyone who finds it necessary, please use the headphones. I nderuar një koqiri kësaj ngjarje, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, zoti Nuhi Aliu. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrin. Kam kënaqësinë që këtë vit ndaj skenën me një emër të njohur në fushën e gazetarisë, gazetarin e mirënjohur Gazmend Kurtishi, i cili sjell jo vetëm përvojë të pasur, por edhe një shkallë të lartë profesionalizmi. Faleminderit Genda, kënaqësia është e imja që sot jam këtu me ju. Më lejoni të pranoj se OMVP përveç se është promotori kryesor i kompanive vendore, ajo gjithashtu shpërfaqe dhe aftësitë e shumta të stafit të vet të shkëlqyer, në këtë rast Genda Latifi, të spikasi një moderatore profesionale në një ngjarje të tillë prestigjioze. Faleminderit Gazmend. Sonte salla është e strëmbushur me antar, partner, përfaqësues institucionesh dhe dashamirë të punës sonë. Andaj, doza e kënaqësisë është edhe më e madhe që ne të jemi moderues të kësaj ngjarjeje. Mirë se erdhët në edicionin e 16 të Top 100, ngjarje të cilën OMVP e bën më së miri. Ju faleminderit. Edicioni si vjetëm ka vlerë edhe më të madhe, sepse përkon me 20 vjetorin e themelimit të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Për vjetor që reflekton jo vetëm historinë e këtij institucioni, por edhe rrugtimin, sfidat dhe sukseset e përbashkëta me sektorin privat ndër vite. Përgjatë këtyre 2 dekadave, OMVP ka qenë zë i fuqishëm i komunitetit të biznesit, promotor i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe nxitës i zhvillimit ekonomik. Ndërkaq, projekti Top 100 ka shërbyer sipas qyre arritjeve të kompanive që kanë lënë gjurmë me kontributin dhe vizionin e tyre. Sot, përveç që nderojmë arritjet e sukseseve të kompanive më të dalluara, ne gjithashtu synojmë që të forcojmë lidhjet me njëri tjetrin, sepse prezencë kaq të madhe të bizneseve të mirëfillta dhe të suksesshme nuk ka askund në vend pos në ngjarjen Top 100. Fal marrëdhënieve të qëndrueshme dhe bashkëpunimit të ngushtë me anëtarët e saj, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore është bërë faktor i rëndësishëm i zhvillimit të qëndrueshëm dhe progresit në sferën e biznesit. Sot para jush kemi nderin të prezantojmë mbështetësit tanë të këtij viti, kontribuesit e rëndësishëm që ndihmuan në realizimin e kësaj ngjarje, por edhe të mbarvajtjes së punës tonë. Sponsori general, kompania Unica Maqedoni. Sponsori Diamond dhe mbuluesi i ngjarjes, kompania Silkapor. Sponsor të artë, EVN Maqedoni. Birreria Shkup. Dauti Komerc. Sponsor të argjend, Ecofluid. Halk Bank, ZSF. Sponsorët të bronz, Euroaktiva, Trimlum, Umbrella, NT Building, Stil Železo, NLB Banka, Komercijalna banka, Ramstor, DoubleTree by Hilton, Ekoenergis, Stopanska banka, Artifex dhe partner medial Ora 24.
2025 ta shënon 20 vjetorin e OMVP-s, ndërsa kjo ngjarje madhështore e Top 100 sot kremtohet për të 16 herë që nga viti 2010. Andaj, për këtë traditë shumë vjeçare të krijuar dhe të kultivuar me shumë kujdes, por edhe për faktin që kemi qenë të parët dhe vazhdojmë ta bëjmë këtë ngjarje me këtë nivel shumë të lartë, marr të drejtën të kërkoj një duartrokitje të madhe nga ju. Ju falemnderit. Kjo ngjarje nuk ka si të fillon ndryshe, pos duke ia dhënë fjalën Nikoqirit, personit i cili nuk nguroi të merr barën e përgjegjësisë së madhe që ky institucion mbart. Duke kuptuar rëndësinë e mbarvajtjes së proceseve të OMVP-s, në një moment shumë delikat pranoi obligimin për të udhëhequr këtë institucion. Ftojmë në skenë kryetarin e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, zotin Nuhi Aliu. Kryetar, skena është e juaja. Kryetari Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, zotri Afrim Gashi. Poqituan premier në Republika Severna Makedonia, gospodin Hristijan Mickoski. I nderuar kryetari Bashkisë Islame, të nderuar ministra, deputet, rektor të universiteteve, shkëlqësia juaj ambasador, të nderuar kryetar të komunave, kryetar të odave ekonomike në vend dhe rajon, drejtor të institucioneve shtetërore, përfaqësues të mediave, të nderuar bashkëpunëtor, afarist dhe antar të OMVP-s, mirë se keni ardhur në takimin e sonte. Është nder i veçantë për mua që të jem mes jush sonte, si Nikoqiri festës dhe vlerësimit të sukseseve të komunitetit të biznesit në Maqedoninë e Veriut, në këtë vit kur ne edhe shënojmë 20 vite ekzistim. Sot, në ngjarjen Top 100, festojmë jo vetëm arritjet e kompanive, por gjithashtu angazhimin, përkushtimin dhe pasionin që çdo kompani ka investuar në zhvillimin e saj. 20 vite më parë, kur themeluam Odën Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, ishte e vështirë të parashikohej se ku do të na çonte ky rrugtim. Por sot, kur bëjmë bilansin e atyre 10 dekadave, mund të themi me krenari se kjo odë është shtyllë e fuqishme e zhvillimit ekonomik në të rajonit dhe në të vendit tonë. Duke parë ecuritë e biznesit dhe zhvillimet e fundit, na duhet të pranojmë se jemi duke jetuar në një periudhë të transformimit dhe rritjes. Suksesi i çdo kompanie, qofshin ato të vogla, të mesme apo të mëdha, është gjithmonë një udhëtim i gjatë, i mbushur me sakrifica dhe vizione të mëdha. Gjatë vitit 2024, qarkullimi vjetor i kompanive ka arritur një shifër mbreslënse prej 1.7 miliard euro. Kjo shifër e jashtëzakonshme tregon rritje prej 178% krahasuar me vitin 2015 dhe rritje prej 85% krahasuar me vitin 2020. Gjithashtu, neto fitimi kumulativ për vitin 2024 ka arrit vlerën prej 135.4 milion euro, shifër që shënon rekordin më të lartë në 10 vjetët e fundit. Ky rezultat nuk është vetëm një shifër në letër, ajo përfaqëson përpjekjet e jashtëzakonshme të secilës kompani për të mbijetuar, për të rritur produktivitetin dhe për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të vendit. Po ashtu, tregues tjerë i rëndësishëm i progresit të bërë është numri të punësuarve në Top 100 kompanit për vitin 2024. Kompanit kanë krijuar rreth 10.794 vende pune. Vlen të theksohet se vetëm Top 10 kompanit punësojnë 5.200 punëtor. Kjo tregon jo vetëm rritjen e kapaciteteve të prodhimit dhe shërbimeve, por edhe për kushtimin për të kontribuar
në zhvillimin e punësimit dhe mirëqenjes sociale të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Këto shifra janë dëshmi e angazhimit të përbashkët për të kapërcyer sfidat dhe për të çuar përpara mundësitë për të gjithë. Roli i odës ekonomike ka qenë gjithmonë që të mbështesë çdo kompani, pavarësisht madhësinë e saj, të ofrojë mundësi për bashkëpunim dhe zhvillim dhe të sigurojë që zëri i sektorit privat të jetë gjithmonë i pranishëm në çdo diskutim dhe vendim të rëndësishëm për klimën e biznesit. Ngjarja Top 100 është mundësi e shkëlqyer për të nderuar dhe vlerësuar të gjithë ata që kanë sjellë ndryshime të mëdha, që kanë besuar në ardhmëri dhe kanë vazhduar të investojnë në inovacione dhe rritje dhe në kohë të vështira. Kjo është dedikim për personat që kanë krijuar mundësi për të tjerët dhe kanë hapur dyert e reja për zhvillim. Tani më lejoni të shpreh falënderimin tim më të thellë për të gjithë ata që janë pjesë e këtij rrugtimi të përbashkët. Fal kontributit të kompanive antare të odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, partnerëve tanë, sponsorëve dhe gjithë që kanë kontribuar në krijimin e një mjedisi të favorshëm për zhvillimin e biznesit në Maqedoninë e Veriut, çdo arritje është bërë një hap më shumë përpara. Këtu ndërmend kam Këshillin Drejtues, Këshillin Mbikëqyrës, Kuvendin e Odës dhe gjithë antarësinë dhe partnerët tanë. Po ashtu një falënderim shkon për drejtorin ekzekutiv dhe stafin e tij, që me përkushtimin, angazhimin dhe profesionalizmin e tyre arritën të organizojnë një ngjarje kaq madhështore dhe të paharrueshme. Pa punën e tyre të palodhur dhe koordinimin e jashtëzakonshëm, një ngjarje si kjo nuk do të ishte e mundur. Të nderuar miq, le të bëjmë dekadën e ardhshme edhe më të bukur se çdo tjetër që kemi kaluar deri tani. Le të shfrytëzojmë energjinë dhe dinamikën që kemi krijuar për të ofruar mundësi të reja, për të investuar më shumë në zhvillimin e qëndrueshëm dhe për të ndihmuar ekonominë e vendit tonë të arrijë kulme të reja dhe suksese të jashtëzakonshme. Uroj të shijoni këtë mbrëmje të mrekullueshme, të shijoni sukseset e arritura dhe të vazhdoni të frymëzoni njëri tjetrin. Ju falenderoj. Ju falemnderit, kryetar. Përbërja aktuale e menaxhmentit të OMVP-s është shumë diverse sa i përket shtrirjes së veprimtarisë dhe mbulimit sektorial në vend. Si rrjedhoj, dinamizmi është i shtuar dhe ndryshimet janë të pashmangshme, por sigurisht në të mirë të biznesit dhe shoqërisë në përgjithësi. I njëjtë është edhe rasti me kryetarin paraprak, i cili përpos udhëheqjes së shkëlqyeshme të bizneseve të tija, ai me sukses të madh udhëhoqi edhe Odën për 3 vite. Dhe për shkaqe objektive, tani më të njohura për të gjithë ju, ai dorëzoi mandatin e tij si kryetar Ode para disa muajsh. Për të na treguar më tepër për aktivitetet e Odës gjatë gjysmë vjetorit të parë të vitit, ftoj në skenë zoti Mendi Qyra të na drejtohet me një fjalë rasti. Urdhëroni zoti Qyra. Përshëndetje gjithëve, përshëndes kryetarin Nuhjalim, përshëndes kryetarin e Kuvendit zoti Gashi, poqitovan premiere gospodin Mickoski, i nderuar zëvendës kryeministër, kryetarët e partive, kryetarët e komunave, deputet, drejtorët të ndërmarrjeve publike, antarët e bordit drejtues të Odës Ekonomike Maqedonisë Veriperëndimore dhe gjithë të tjerë prezent që jeni, faleminderit që jeni sonte këtu. Sigurisht unë sonte jam si gjysmë mysafyre, gjysmë Nikoqir,
Besoj me sonte nga nesër do të jem mysafir dhe shpresoj që bashkëpunimi jonë të vazhdojë. Sonte në 16 vjetorin e Top 100, si dhe në vitin jubilar të 20 vjetorit të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, kam nderin të paraqitëm para jush me status të ri. Krahasuar në vitet e kaluar, kur gjatë 10 vjetëve kam qenë si anëtar bordi, nënkryetar dhe kryetar, e tani të jem bartës si një institucioni të rëndësishëm si kryetari komunës së Strugës. Padyshim, kjo odë ka rëndësinë e saj, në një formë apo në një formë tjetër, për të arritur ku jam une tani. Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, si një institucion, vazhdon të nxjerrë kuadro ku kalojnë në institucione të ndryshme, nga ku këto kuadro paraqesin vlera me çka bëjnë lidhshmërinë e këtyre institucioneve me Odën Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore për të ndihmuar reciprokisht njëra me tjetrën e për të dhënë më të mirën e mundshme për zhvillimin ekonomik në vend. Sonte, më gëzon fakti që për 20 vjetorin edhe Top 100-shi Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore vazhdon të rritet në çdo fushë, si në fitim, punësim, por edhe në investime kapitale. Kjo më bind që këto zonja dhe zotërinj janë pjesa më e rëndësishme e shoqërisë që me punë, guxim dhe aftësinë e imagjinatës krijuese e shtyn zhvillimin ekonomik përpara. E me këtë rast edhe zhvillimin e shoqërisë. Të qenurit 10 vjet brenda Odës më jep bindjen që Oda ka akoma më shumë për të dhënë për anëtarët e saj, për biznesin dhe ekonominë e Republikës Maqedonisë së Veriut. Me këtë rast kam të drejtë të kërkoj që Oda të bëj rritjen e organizimit profesional, akoma më të lartë dhe bashkëpunimin institucional në vend dhe jo vetëm. Po ashtu, në angazhimin rreth resurseve njerëzore, shkollimit profesional, trajnimeve të të rinjve, rritjen e pagës minimale, kërkesë për uljen e kontributeve si mas për mundësinë e rritjes së pagës, si mas parandaluese e migrimit të të rinjve, planifikimit afatgjatë të zhvillimit ekonomik, bashkëpunimi ndërregional, etj. Gjithashtu, falenderoj për bashkëpunim stafin e Odës Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, drejtorin ekzekutiv, durimin, anëtarët e bordit, por edhe anëtarët të Odës në nivel republike, Odat ekonomike brenda dhe jashtë shtetit, institucione shtetërore e në veçanti kryeministri i cili ka qenë i qasshëm në çdo moment për zgjidhjen e problemeve, por edhe dikastere tjera që na kanë qendruar afër. Unë vazhdoj të jem pranë jush, pranë Odës Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, si kryetari i Strugës, për të qenë si ur lidhse në mes biznesit, gjithësisht ekonomisë. Faleminderit dhe miru takofshin në sukseset e radhës, duke ju dëshiruar shëndete jetë të gjatë, harmoni biznisore, familjare dhe shoqërore. Kam një përësi afaristët të nderuar. Vazhdoni të mos keni mungesë të këmbënguljes, vetë disiplinës, ambicjes, edukimit për të arritur suksesin që dëshironi. Faleminderit shumë. Ju faleminderit Zotit Qyra. Që nga themelimi, OMVB ka dërtuar identitetin e saj si një zë i pavarur i biznesit, ja çdo influencë politike, por gjithmonë e hapur për bashkëpunim profesional me institucionet shtetërore. Kjo qasje na ka mundësuar të mbetemi partner serioz dhe kredibil në proceset që ndikojnë në zhvillimin ekonomik, duke ofruar ide konkrete dhe rekomandime që burojnë nga vetë realiteti i tregut dhe nevojat e kompanive. Si çdo herë, pjesëmarrja e përfaqësuesve më të lartë shtetëror në këtë ngjarje konfirmon rëndësinë e OMVB-s në vend, por edhe të vullnetit të ndërsjellë mes qeverisë dhe biznesit për dialog publiko-privat. Për këtë pikpamje, nuk mund të askush më mirë të elaboroj pos vetë kryeministri i vendit, zoti Kristian Viskovski, të cilin e kemi të pranishëm në ngjarje. Kam nderin të aftoj për një fjalë rasti, zoti kryeministër, fjalë është për ju.
Poštovani prisutni, infrastrukturата е уште еден темел кој го поставуваме со јасна цел, а тоа е Македонија да стане најмодерниот економски коридор. Нови патни делници, рехабилитации, енергетски конекции, проширување на гасната мрежа, дигиталната инфраструктура со највисоки стандарди, сите овие проекти се дел од планот што има само една цел – да им овозможи на компаниите побрз транспорт, помали трошоци, поголема безбедност и подобра ефикасност. Кога инфраструктурата е добра и економијата расте. Денес, кога ја гледам ова сала исполнета со представници на најуспешните компании, можам да кажам дека успехот на топ 100 не е само ваш успех. Тоа е успех на целиот регион. Успех на луѓето што работат во овие компании, успех на младите кои одлучуваат да останат овде, затоа што гледаат шанса за иднината. Успех на сите делови од општеството кои веруваат дека земјата може да се издигне како сериозен економски играч. Вашите приказни за семејни бизниси што прераснале во големи компании, за извозни гиганти што конкурираат на европскиот пазар, за млади инженери кои создаваат иновации, се најдоброто сведоштво за потенцијалот на нашата држава. Почитувани бизнисмени и драги гости, јас сум убеден дека иднината ја пишуваме заедно. Владата и бизнисмените мора да бидат на иста страна. На страната на растот, на економскиот развој, на стабилноста на новите работни места, на инвестициите, на создавање подобар живот за сите луѓе. Ние како држава и како влада ќе продолжиме да бидеме партнер, не пречка, не кочница, не фактор на неизвестност, туку ваш сојузник на бизнисот. Затоа што силното стопанство е услов за силна држава. Нека денешниот настан биде потсетник дека успехот е можен, дека растот е реален и дека ние како држава можеме да бидеме пример за визијата, работата и истрајноста кои носат резултати. Ви честитам на сите што сте дел од топ 100 и ви благодарам за вашата доверба, за придобивките што ги создавате, за работните места, за посветеноста и тоа што е за мене најважно, што ја градите Македонија како модерна и конкурентна држава. Да продолжиме сите заедно напред. Ви благодарам. Фалендери чум. Është momenti që të drejtohemi atyre të cilëve u dedikohet këngëtarja, antarëve tanë, që përmes përkushtimit të rezultatit dhe veprimit të përgjithshëm kanë lënë gjumë të dukshme në zhvillimin ekonomik të vendit. Për rodën ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, vlerësimi i kontributit të bizneseve anëtare nuk është vetëm një akt simbolik, por një barim mbi të cilën ndërtohet i gjithë misioni institucional. Të njohim dhe të forcojmë rolin e tyre, si shtyllë e rëndësishme progresit shoqëror dhe ekonomik. Në këtë kontekst, kemi nderin të fillojmë ndarjen e çmimeve si shemi njohje për kompani që me përkushtim dhe përgjegjësim kanë kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm dhe përparimin e komunitetit të biznesit. Nga ky vit aplikojmë një praktikë të re. Fituesit e çmimeve sekondare nga viti paraprak, në rast të mos ripërsëritjes, do të ndajnë çmimin për vitin aktual. Andaj, çmimi i parë në këtë edicion të ngjarjes sonë madhështore do të ndahet për biznesin e suksesshëm të udhëhequr nga grua. E për të ndarë këtë çmim, ftoj në skem përfaqësuesen e kompanisë Qerdhja Yjet. Në një treg gjithnjë me konkurrues, ku inovacioni dhe cilësia janë faktor kyç për sukses,
Kjo kompani ka arritur të krijojë emër të besueshëm dhe identitet të dallueshëm, duke u fokusuar në kujdesin e lëkurës dhe bukurisë natyrale. E udhëhequr nga një lidere inspiruese me vizion të qartë, kompania përfaqëson shembullin konkret të fuqizimit të grave në biznes. Me këtë çmim, përveç suksesit afarist, nderojmë edhe rolin model që kjo sipërmarrëse ka ndërtuar në komunitetin tonë të biznesit. Çmimi për gruan e suksesshme në biznes këtë vit i ndahet kompanisë Nita's Face Care. Ftojmë përfaqësuesin e kompanisë të ngjitet në skemë për të marrë çmimin. Urime dhe suksese. OMVP është i thare e partneriteteve sepse shërbejnë si mjeti i maksimizimit të potencialit ekonomik që kemi në plan individual, por edhe të zhvillimit shtetëror. Nisur nga kjo, përsëri do ndajmë çmimin për partneritetin më të suksesshëm biznesor. Për të ndarë këtë çmim, ftoj të ngjitet në skenë përfaqësuesi kompanisë ETMT Energy. E specializuar në tregtinë me shumicë. Ju faleminderit. E specializuar në tregtinë me shumicë të barnave farmaceutike, ka ndërtuar jetë partneritetesh të suksesshme dhe reputacion të qëndrueshëm si furnizues i besueshëm dhe profesional. Bashkëpunimi i saj me aktorë vendor dhe ndërkombëtar ka garantuar qasje të sigurt dhe të pandërprerë në produkte të nevojshme mjekësore për tregun tonë. Çmimi si vjetëm për partneritetin më të suksesshëm i ndahet kompanisë Varus. Ftoj përfaqësuesin e saj të ngjitet në skenë për të marrë çmimin e merituar. Urime dhe suksese. Ekonomitë e qëndrueshme kanë shumë të theksuar elementin e suficitit tregtar. Kjo e bën që eksporti të jetë një nga prioritetet më të mëdha. OMVP këtë vit çmimin për top eksportuesin e ka modifikuar duke i shtuar edhe elementin e rritjes në raport me vitet paraprake. Kështu duke u dhënë hapësirë më shumë kompanive që të jenë pjesë e garës. Në ndërkohë, për të ndarë këtë çmim, ftojmë antarin e Këshillit Drejtues, zoti Lire Mersime. Fituesi i çmimit top eksportuesi ka dëshmuar se eksporti nuk është vetëm shitje për te i kufive, por filozofi pune që ndërton ura bashkëpunime, promovon vlerat e prodhimit vendor dhe kontribuon fuqishëm në zhvillimin ekonomik rajonal. Meritje të vazhdueshme, standarde të larta prodhimi dhe prezencë të fortë në tregjet ndërkombëtare, kjo kompani ka treguar se cilësia dhe këmbgulja janë çelësi i suksesit. Për kontributin e saj të jashtëzakonshëm në eksport dhe për promovimin e ekonomisë sonë, çmimi top eksportuesi i ndahet kompanisë Benton Ne. Ftojmë përfaqësuesen e kompanisë të marrë çmimin. Urime dhe suksese. Vazhdojmë me vlerësimin e kompanive të cilët me përkushtim, punë të palodhshme dhe inovacion po orientojnë ekonominë tonë çdo ditë përpara. Për të ndarë çmimin e radhës, pa humbur kohë, ftoj në skenë përfaqësues të kompanisë Euroaktiva. Me përvojë prej disa dekadash në fushën e prodhimit industrial, fituesi i këtij çmimi përfaqëson historinë e suksesit që ndërtohet mbi përvojë, inovacion dhe vizion të qartë. Kjo kompani ka ditur të ruajë trashëgiminë e saj, ku përmes investimeve
ka vazhduar të projektojë dhe ndërtojë teknologji të reja, duke qëndruar gjithmonë një hap përpara në zhvillimin industrial. Për traditën e gjatë të suksesit, për vizionin që ndërthurë teknologjin me përvojan, çmimi për top investime me vlerë prej 4.4 milion euro në vitin 2024, i ndahet kompanisë ATS Group. Ftoj përfaqësuesin e kompanisë ATS Group të ngjitet në skemë për të marrë çmimin. Urime dhe suksese. I nderuar Zoti Menderes Kuçi, ju lutem të ngjiteni në skenë për të ndarë një mirënjohje shumë domethënëse. Suksesi i MBP-s nuk është i rastishëm. Ajo ka themele të thella të ndërtuara mbi bashkëpunim, besim dhe profesionalizëm. I tillë është edhe bashkëpunimi me një nga partnerët tanë shumë të afërm dhe të rëndësishëm. Përpos shërbimeve të shumta që ky partner yni i jep për antarësinë tonë, ai luajti një rol kyç dhe në fitoren historike të MBP-s, ku më 5 shkurt gjykata kushtetuese solli vendim për anulimin e ligjit për tatimin solidar. Andaj, për mbështetjen e vazhdueshme ndaj antarësisë së MBP-s, ndaj mirënjohje dhe ftojmë në skenë përfaqësuesin e kompanisë Lansky Gansger Zeqiri Plus Partner. Urime dhe suksese. Rritja e shpejt nuk matet vetëm me numra, por edhe me aftësim për të kapërcyer sfidat. Fituesi i këtij çmimi është kompani që bën pjesë në industrinë e bakrit dhe ka shndruar potencialin e saj në rezultate konkrete. Çdo produkt i tyre plotëson standardet më të larta ndërkombëtare, ndërsa fleksibiliteti i tyre i veçantë i lejon të përmbushin kërkesat specifike të çdo klienti. Në ndërkohë ftoj në skemë përfaqësues nga Eurovia që të ndajë çmimin. Kompania që do të pranojë këtë çmim për këtë vit ka shënuar arritje në normën mesatare të të hyrave në 3 vitet e fundit prej 7.971%. Tani kam kënaqësinë të shpall fituesin e çmimit për kompaninë me rritje më të shpejtë e që për këtë vit ky çmim i ndahet kompanisë Multipark Izairi. Ftoj në skemë përfaqësuesin e kompanisë të pranojë çmimin. Me qenë se nuk kemi këtu përfaqësues nga kompania Eurovia, ftojmë kryetarin e Këshillit Mbikëqyrës, zoti Fatmir Etemi, të ndajë çmimin. Urime dhe suksese. Risia e këtij viti ka të bëjë me përkushtimin e kompanive ndaj transformimit të praktikave të tyre nga ato tradicionale në të gjelbra dhe moderne, sidomos në sferën e energjisë si element kyç i determinimit të potencialit konkurrues. Për të ndarë këtë çmim, ftoi të ngjitet në skenë kryetari i grupacionit të energjetikës dhe ndërtimtarisë zoti Sami Morina. Me kapacitetin më të madh të instaluar të fotovoltaikëve, kompania e radhës ka vendosur standarde të reja për përdorimin e energjisë rinovueshme dhe eficiencën energjetike, duke bashkuar inovacionin me përgjithësinë. Kompania ka treguar se teknologjia e pastër mund të jetë motori i zhvillimit ekonomik, duke krijuar jo vetëm energji, por edhe shembull frymëzues për gjithë industrinë. Për përkushtimin ndaj energjisë rinovueshme dhe zhvillimit të qëndrueshëm, çmimi, kompania me investime me transformim energjetik i ndahet kompanisë Greenfield. Ftoj përfaqësuesin e kompanisë Greenfield që të ngjitet në skenë për të marrë çmimin.
Urime dhe suksese në vazhdimsi. OMVP tani fuqishëm është etabluar edhe si odë me ndikim të madh në përgjegjësinë shoqërore korporative. Lobimi dhe pjesëmarrja aktive në terren, por edhe në institucione për të përmirësuar kushtet për CSR, e vendosin odën tonë në hartën e institucioneve më relevante të këtij sektori. Po ashtu, edhe këtë vit nuk e ndërprejmë traditën e dhënies së çmimit për kompaninë me praktika të përgjegjësisë shoqërore korporative. Në ndërkohë ftojmë të ngjitet në skenë përfaqësues i kompanisë Biraria Shkup për të ndarë çmimin. Për këtë angazhim të palodhur dhe ndikim në komunitet, çmimi për kompaninë me përgjegjësi shoqërore korporative i ndahet qendrës In Home Service. Ftojmë përfaqësuese në skenë për të marrë çmimin. Urime dhe suksese të më të tjeshme. Pas ndarjes së çmimeve të merituara për kompaninë atare të Odës, tani është koha të nderojmë një figurë të veçantë, një udhëheqës që ka dhënë kontribut dhe ka lënë gjumë të jashtëzakonshme në odën ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore dhe komunitetin e biznesit. Me këtë rast, për të ndarë këtë mirënjohje, ftoj të ngjitet në skenë kryetari i nderit, zoti Xhemail Dauti. Kjo mirënjohje që ndahet sot nga Këshilli Drejtues i OMVP-s është shenjë falënderimi dhe i dedikohet punës së suksesshme gjatë mandatit të tij. Ftoj në skenë ish kryetarin zoti Mendi Qyra për të pranuar këtë mirënjohje. Para se të vazhdojmë me pjesën tjetër të mbrëmjes, është momenti të shprehim mirënjohjen tonë sponsorëve që bën të mundur këtë ngjarje. Falë mbështetjes së tyre, Top 100 u realizua me standardin që meriton një mbrëmje si kjo, mbrëmje e suksesit, e bashkëpunimit dhe vlerësimit për më të mirët. Kontributi i tyre ka qenë thelbësor në çdo hap të këtij organizimi. Ndaj, le të duar trokasim të gjithë ata që kontribuan në këtë event. Tani ju lutemi për vëmendje të shikoni një video të shkurt të sponsorit ton general Unika Maqedoni. Se hiç së të dëgjoj. Svetët postojnë sementë. Loshira vodi së të duhet në sekate. Në tuka së vetë. Gjithashtu, ju lutemi për vëmendje të ndiqni një video të sponsorit Diamond dhe mbuluesit të ngjarjes, kompania Silkapor.
Por suksesi i kësaj mbrëmje nuk do të ishte i plot pa partnerët e tjerë që qëndruan krahnesh gjatë gjithë rrugtimit. Shfrytëzojmë rastin të shpreh mirënjohje të gjithë sponsorëve të tjerë që e bën Top 100 një ngjarje vërtet të veçantë. Sponsor të artë, EVN Maqedoni, Biraria Shkup, Dauti Commerce. Sponsor të argjent, Ecofluid, Halk Bank, ZSF. Sponsorët bronz, Euroactiva, Trimlum, Umbrella, NT Building, Stil Železo, NLB Banka, Komercijalna banka, Ramstor, Doubletree by Hilton, Eko Energies, Stopanska banka, Artifex dhe partner medial Ura 24. Të nderuar, ky edicion është i 16 me radhë. Për të 16 herë ngërthehet e gjithë eksperienca fituar për gjatë viteve për të nxjerrë si produkt final një katalog që promovon bizneset tona. Por nuk është vetëm promovimi. Ky katalog shërben edhe si regjistër i suksesit tuaj që do të dëshmoj për shumë vite për kontributin që i dha të vendin. Andaj ju lus për një duartrokitje të fuqishme. Profesionalizmi dhe objektiviteti i këtij projekti për gjatë viteve u kultivua fal metodologjive gjithëpërfshirëse që synojnë të nxisin një garë të drejtë dhe parimore për të gjithë pjesëmarrësit në Top 100, për të kuptuar metodologjinë e rangimit, por gjithashtu për të shtjelluar rezultatet e ulëmtimeve të bëra për këtë edicion, si dhe për të dëgjuar më tepër për shërbimet të Odës për vitin që po e lam pas, ftojmë në skenë drejtorin ekzekutiv të Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore, zotin Durim Zeqiri. Urdhëroni drejtor. I nderuar kryetari i Odës, zoti Nuhi Aliu, të nderuar përfaqësues qeveritar, kryeministër, ministra, të nderuar deputet, përfaqësues institucionesh dhe më të rëndësishmit, të nderuar ju anëtar të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Vitin që po e përmbyllim, do e regjistrojmë si një periudhë që te kalon skajshëm rezultatet dhe performancën e vitit të kaluar. Kjo dëshmon për seriozitetin e punës tonë, duke betonuar reputacionin e profesionalizmit i cili më tani është i dëshmuar jo vetëm në vend, por edhe në rajon. OMVP, përpos portfolios së gjerë të shërbimeve që ajo posedon, ajo ka realizuar edhe shërbime tjera shtesë të modifikuara enkas për anëtarët të cilët kanë nevojë për ndihmë imediate. Deri në këtë periudhë të këtij viti kemi realizuar rreth 110 takime të niveleve të larta dhe të atyre teknike, kemi organizuar mbi 10 ngjarje B2B dhe B2G, mbi 50 herë ishim prezent në media vendore dhe rajonale duke mbrojtur me fanatizëm interesin e biznesit të cilën ne si institucion e përfaqësojmë. Që nga ngjarja Top 100 e vitit të kaluar deri më sot, kemi realizuar mbi 1400 komunikime me anëtarësinë tonë, duke ju qëndruar në dispozicion dhe në shërbim të tyre. Po ashtu, duhet të theksoj që përpos aktiviteteve dhe shërbimeve të shumta, këtë vit edhe partive politike u ndihmuam duke sjellë një dokument shumë strategjik, dokumenti i zhvillimit ekonomik lokal, të cilin e prezantuam para zgjedhjeve lokale. Sa i përket informacioneve për mundësi për grante dhe për thirrje të ndryshme, informatori Dobia është ndarë me ju anëtar të nderuar plot 20 herë, thirrje për prokurime publike 62 herë dhe thirrje për tender ndërkombëtar plot 46 sosh. Për skaj faktit që lista e shërbimeve dhe aktiviteteve është e stërmbushur, nuk duhet të harrojmë suksesin historik, ku më 5 shkurt të këtij viti gjykata kushtetuese solli vendimin në favor të ankimimit të OMVP-s, duke u mundësuar kështu që në vitet që vijojnë të kthehen kompanive tona dhe të tjerave plot 50 milion euro. Kjo
është tregues se këtë përkushtim edhe po të kërkoni nuk do ta gjeni në asnjë institucion tjetër pos se te OMVP. Edhe këtë vit, në edicionin e 16 të Top 100, kemi realizuar analizë të detajuar të esurisë së kompanive tona. Një falënderim i veçantë, natyrisht se i dedikohet edhe kompanisë Insider ID, që me përpikëri na furnizoi me ekspertizën e saj, duke mundësuar këtë analizë të jetë në katalogun e si vetëm si produkt shumë i çmuar. Projekcionet e vitit të kaluar për të hyrat vjetore u tejkaluan këtë vit për plot 150 milion euro. Ndërkaq, tek neto fitimi, projekcionet po ashtu u tejkaluan për plot 19 milion euro. Nëse shohim lakorën 15 vjeçare të antarësisë tonë nga viti 2010 deri në vitin 2024, të hyrat vjetore dhe neto fitimi të nderuar që nga ngjarja e parë Top 100 deri më sot janë 5 fishuar, ndërkaq produktiviteti i fuqisë punëtore tek antarësia jonë ka arritur nga 111.000 euro në vit në mesatarisht 160.000 euro në vit. Analiza natyrisht është e detajuar dhe të plot do ta gjeni në katalogun Top 100, i cili do të ndahet vetëm pas publikimit të Top 5 kompanive fituese të këtij edicioni. Ndërsa tani, shkurtimisht më lejoni t'ju flas për finalen e kësaj mbrëmje, përmes shpjegimit të metodologjisë që organet e OMVP sollën për përzgjedhjen e Top 5 kompanive të këtij edicioni. Është aplikuar një metodologji e avancuar që reflekton me saktësi performancën reale të kompanive. Në çdo kategori zbatohet sistemi i pikëve nga 100 deri në 1, ku kompania e parë e radhitur merr 100 pikë, e dyta 99 dhe kështu me radhë. Përzgjedhja e kompanive më të suksesshme është bërë në bazë të 5 kategorive dhe kritereve: qarkullimi vjetor, neto fitimi, numri të punësuarve, eksporti dhe investimet. Kategoria e parë, gjithsesi të hyrat vjetore, janë vlerësuar me 30 pikë, nga të cilat 20 pikë bazë proporcionale në raport me radhitjen, 5 pikë shtesë proporcionale në raport me rritjen e vitit paraprak, si dhe 5 pikë proporcionale të tjera për efikasitetin e kompanisë gjithsesi të hyrat ndaj numrit të punëtorëve. Kategoria e dytë, neto fitimi, kompanitë janë vlerësuar gjithsej me 25 pikë, nga të cilat 20 pikë bazë në proporcion me radhitjen dhe 5 pikë tjera në raportin fitimi neto ndaj të hyrave. Kategoria e numrit të punësuar është vlerësuar me 20 pikë, ndërkaq kategoria e eksportit dhe investimeve të dyja me nga 10 pikë. Kompanive që në vazhdimsi kontribuojnë dhe janë aktive në kauzën e odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, u janë shtuar edhe 5 pikë shtesë, kështu duke përmbyllur totalin maksimal të pikëve të mundshme në 100 pikë. Për të mos e zgjatur më tepër, edhe një fakt shumë breslënës do e ndaj me ju. Vetëm Top 5 kompanit në kategorinë të hyrave kanë regjistruar rritje në raport me vitin paraprak me një shifër prej 132 milion euro, ndërkaq tek fitimi neto, Top 5 kompanit kanë regjistruar më shumë fitim se sa vitin paraprak për vlerë 11 milion euro. Mbreslënëse është edhe fakti që eksporti është rritur vetëm në këto Top 5 kompani për 33 milion euro, dhe me të dhënat të cilat ne disponojmë si OD, kemi ardhur në konkluzë dhe në vërtetësi që ky sukses nuk është i përsëritshëm diku në vendin tonë apo edhe më gjerë. Andaj, të nderuar, antarësimi në OMVP dikur ishte ndoshta nevojë, por me këto rezultate të cilat ne po i prezantojmë sot, tregon që tani është edhe krenari që kompanitë të jenë pjesë e këtij institucioni shumë të rëndësishëm. Për në fund, dua të falenderoj kryetarin e ODës, zoti Nuhi Aliun, për energjinë e re të cilin e ka solli në ODën tonë. Gjithashtu duke ju falenderuar edhe kryetarit paraprak zoti Mendi Qyrës, kryetarit të Kuvendit, kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës dhe të gjithë ju antarë të organeve të cilët jepni maksimumin e juaj që ky institucion të qëndrojë ashtu siç i ka hije. Ndërkaq, për në fund, edhe një falenderim të veçantë ja dedikoj stafit tim, kolegëve nga zyra ekzekutive për këtë punë të mrekullueshme që e bëjnë çdo ditë në prapavi në Heshtje. Ju falenderoj shumë. Ju falemnderit, drejtor. Dhe tani, zonja dhe zotrin, momenti që të gjithë e kemi pritur, shpallja e Top 5 kompanive më të mëdha të vitit 2024.
Me një histori që fillon në vitin 1992, kjo kompani përfaqëson shembullin më të mirë të zhvillimit të qëndrueshëm dhe lidershipit në treg. Fal punës së palodhur, inovacionit dhe përkushtimit ndaj cilësisë, ajo ka arritur të zënë një vend të veçantë në mesin e kompanive më të suksesshme të vendit, duke vazhduar të rritet dhe të avancojë me hapa të sigurt drejt së ardhmes. Ftoj të ngjitet në skenë zoti Zelçif Berisha, sponsor dhe mbulues i ngjarjes për të ndarë çmimin top 5 të këtij edicioni. Kompania Top 5 kap vlerën e të hyrave vjetore prej 49.3 milion euro. Fitimi neto i kompanisë arrin në shumë prej 4 milion euro. Me numër të punësuarve 98 të punësuar. Vlera e mallrave të eksportuar arrin në 660.000 euro. Vlera totale e investimeve të së njëjtës arrin në 1.65 milion euro. Ndërkaq me gjithsej pikë të grumbulluara 77.85, top 5 kompania për këtë vit është kompania Adrius. Ftoj përfaqësuesin e kompanisë të ngjitet në skenë. Sukses! Vazhdojmë tej, kompania që rënditet në top 4 përfaqëson një shembull të qartë të rritjes së qëndrueshme dhe përkushtimit ndaj konsumatorit me rritjen e saj të gjerë të marketeve. Ajo ka arritur të jetë pranë klientëve në çdo hub, duke ofruar produkte cilësore me çmime konkurruese. Fal profesionalizmit, efikasitetit dhe strategjisë së qartë, kompania është bërë një emër i besueshëm në tregun vendor, duke dëshmuar se suksesi ndërtohet mbi cilësi, korrektësi dhe vlera të qëndrueshme. Në ndërkohë ftoj zotin Driton Azizi, sponsor general i ngjarjes Top 100 për ta ndarë çmimin. Top 4 kompania e përzgjedhur për këtë vit ka realizuar të hyra vjetore me vlerë prej 221 milion euro. Fitim neto duke arritur shumën prej 5.1 milion euro. Në aspektin e fuqisë punëtore, kjo kompani renditet ndër punëdhënësit më të mëdhenj në tregun vendor, me gjithsej 1187 të punësuar, ndërsa investimet arrin në vlerë prej 1.73 milion euro, dhe gjithsej pikë të grumbulluara 79.35 pikë. Top 4 kompania për këtë vit është kompania Kiper Market. Ftojmë përfaqësuesin të merë çmimin. Urime dhe suksese të mëtime. Kompania e radhës e pranishme në 21 qytete të Maqedonisë së Veriut përfaqëson shembull të suksesit të ndërtuar mbi inovacion dhe përkushtim ndaj klientëve. Me rrjetin e saj të dyqaneve dhe partneritete me marka ndërkombëtare, ajo sjell teknologjinë pranë çdo klienti, duke e bërë të thjeshtë dhe të arritshme për të gjithë. Kjo kompani ka arritur të realizojë të hyra vjetore që kapin shumën prej 90 milion euro. Fitimi neto i kompanisë pasqyron vlerën prej 2.25 milion euro. Me numër të punësuarve 410 të punësuar. Eksporti ka kapur vlerën prej rreth 8 milion euro. Investimet e kësaj kompanie kanë arritur shifrën 338.000 euro për vitin 2024 dhe pikë totale të grumbulluara 79.55. Top 3 kompania për këtë vit është kompania Neptun.
Çmimi për kompaninë Neptun do t'i dorëzohet në një rast tjetër, ndërkohë ne vazhdojmë tutje. E rënditur në top 2, kompania ka vendosur standarde të reja në sektorin e ndërtimit, duke sjellë inovacion dhe cilësi në çdo hap. Me një fabrik prodhimi të pajisur me teknologji moderne dhe linja të avancuara, ajo siguron zgjidhje të besueshme dhe të qëndrueshme për çdo projekt. Partneritetet strategjike dhe përkushtimi ndaj klientëve e bëjnë punën më efikase dhe të thjeshtë, ndërsa angazhimi vazhdueshëm garanton rezultate konkrete dhe ndikim të dukshëm në qytetet ku vepron. Ftoj në skenë kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, zotin Afrim Gashi, të ndajë çmimin e radhës. Duke reflektuar mbi kapacitetin e saj ekonomik, të hyrat vjetore të kompanisë qëndrojnë në 24.6 milion euro. Neto fitimi i kompanisë ka arritur vlerën prej 3.9 milion euro. Me numër të punësuarve, kompania numëron 130 të punësuar. Në përmbushje të objektivave ndërkombëtare, kompania ka arritur të realizojë eksport në vlerë prej 11.5 milion euro, me investime në vlerë prej rreth 420.000 euro dhe pikë totale të grumbulluara 80.15 pikë. Top 2 kompania për këtë vit është kompania Pofex. Ftojmë përfaqësues të kompanisë për ta pranuar çmimin. Urime dhe suksese. Kompania fituese këtij edicioni të Top 100 vazhdon të thyej kufit duke u afirmuar si lideri pa kontestueshëm në tregun e produkteve të konsumit, me fokus të jashtëzakonshëm në cilësi dhe inovacion. Ajo jo vetëm që ofron produkte të shkëlqyera, por gjithashtu krijon mundësi për zhvillim të qëndrueshëm dhe rritje ekonomike. Përkushtimin ndaj komunitetit dhe mbështetja për partnerët e saj janë forcat që shtyjnë këtë kompani të vazhdojë të udhëheqë me vizion dhe ndikim të pashoq. Për të ndarë çmimin Top 1, ftoj në skenë kryetarin e OMVP-s, zotin Nuhi Aliu. Top 1 kompania fituese për këtë edicion të Top 100 ka arritur një performancë mbreslënse me të ardhura vjetore prej 85.5 milion euro, me fitim neto prej rreth 2 milion euro. Kompanisi shërben një ekip i përkushtuar prej 525 të punësuar. Eksporti me një total prej 3.8 milion euro. Investimet e kompanisë arrin vlerë prej 3.7 milion euro, duke e bërë kompani që ka grumbulluar më së shumti pikë, në total prej 88.85 pikë. Kompania fituese për këtë vit është kompania Dauti Commerce. Ftojmë përfaqësuesin e kompanisë ta pranojë çmimin. Urime dhe suksese. Të nderuar të pranishëm, përderisa presim që fituesit dhe ndarësit e çmimeve të ngjiten në skenë për një fotografi të përbashkët, ju njoftojmë se programi vazhdon me koktejlin e Top 100, i cili do të zhvillohet në një atmosferë solemne dhe do të shoqërohet me performancën muzikore të Jona Shaqirit, duke i ofruar mundësi të shkëlqyer për shoqërim, rjetëzim dhe krijimin e çasteve të bukura festive së bashku.
Përpara se të mbyllim këtë ngjarje, dëshirojmë të shprehim falënderim të veçantë për sponsorët tanë, të cilët me mbështetje të palëkundur kanë bërë të mundur realizimin e kësaj ngjarjeje. Pa ta, ky event do të kishte qenë thjesht një ide. Mirupafshim deri në edicionin e ardhshëm, ndërsa fituesve të këtij viti urime për çdo arritje dhe suksese në të ardhmen. Në ndërkohë, lusim fituesit e çmimeve të ngjiten në skemë për një fotografi të përbashkët.